Si mund të mbrohet nga kreatori i vet? Se jam shumë kurreshtar. A nuk ka një nonsens aty? A nuk ka nga kreatori i vet? Kryeministri ka thënë ne kemi bërë reformën drejtësi. Tani, ky është paradoksi. Këtu jemi në paradoks. Se ne pranojmë që sistemi është ndërtuar. Unë kam thënë publikisht është ndërtuar kjo mazhorancë, janë zgjedhur gjithë nga kjo mazhorancë, sikurse vazhdojnë të zgjidhen. Dhe tani gjyqtarët më duket kjo mazhorancë i ka zgjedhur se drejtuesi mazhorancë është i pakënaqur me gjyqtarët. Nuk shkon kjo. Por ka gjë, shiko, është interesante. Shoh, raca e gjyqtarëve dhe prokurorit është e veçantë, nuk është si një punës publik, drejtor, ministër, që vendos dhe heq nga puna. Është funksion i përjetshëm. E ka kushtetuta. Dhe sado të ndikosh për ta vendosur në dyro, për ta mbajtur ose në momentin që ai është në funksion dhe ligji dhe kushtetuta ligji nga që do zbatosh vetëm ligjin, është pak e vështirë për ta mbajtur gjithmonë në kontroll. E ka vështirë thotë të zezë, të bardhë, të bardhës, të zezë. Krijohet një përshtypje që trupa gjyqësore, pra pushteti